Dardanin e kam rarë shpesh herë, edhe në rrugë në makinë, po më thoshin edhe miqtë e mi, do kesh emocione, jo thash se unë Dardani kam qenë gjithë ato herë në konferenca, konkurse e gjithë sot, po e ndje vetëm që nuk jam aq i fuqishëm sa të them që s'kam emocion. Është rast mbase i rrallë dhe një lloj nderi që më bëhet si dita më e rrushme e jetës time, që një libër ta përoroj në Dardanin shqiptar. Unë kam hequr nga fjalore fjalën Kosovë, përdor vetëm Dardanin. Dhe shumë shpejt do të kem një libër për të gjitha shkrimet dhe mund të dalë një libër mjaft i madh për Dardanin. Dhe si e kam përjetuar unë. Po, në gjithë të udhëtim letrar, qoftë edhe fizik, do të përshëndes autorin e këtij kuvendi libri, Zotin Berat. Ai u bë sekretar, ai u bë organizatori që më ftoi të jem në këtë kuvend, kaq të bukur, kaq të mirë dhe kaq të paharrueshëm për mua. Nuk e di a ka të tjerë që kanë ardhur nga ata gardit, se ky gard është u shkëmoq, që kanë bërë përorime këtu në Prizren, por unë për vete e qëpaj vetëm me shumë fatë, që jam me slush, dhe nuk do të harroj këtë ditë të shënuar. Po, duhet të përshëndes edhe juve, se ju pjesën e madhe nga ju jeni krijues. Po si puna ime bile, për fytyrë, jemi parë në për takimet të tjera. Po, që harxuat kohën që erdhët këtu përsëri, ju falenderoj dhe ju jam mirënjohës. Me që po m'jepet fjala, do të përshëndes dhe disa nga miqtë e mi që nuk mundën të vinë. E kishin parashikuar që do të ishin me 2 makina të rivalitetit, po për arsye pune dhe shëndeti nuk erdhën. I pari doktori i shkencave politike Azbinika, që është edhe drejtori i arsimit për bursën në Tiranë, për arsye pune nuk erdhi dot. E përshëndes nga këtu, duke i shkuar përshëndetjen atje ku është. I dyti kryetari i Lidhjes së Shqiptarëve të Durrësit, ku jemi pjesë edhe ne, ajo është shëndetësore dhe kërkoi falje 1000 herë, ta nuk vi dot, por e përshëndes atë. Tjetër dhe misionare e vërtet, mësuese, që u bë organizator për grumbullimin e librave për bibliotekën e arsimit shqip në manastir ose bitore, si që thonë ata maqedonësit. Po, grumbulloi një sasi mjaft të madhe librash, i çoi dhe 2 herë kemi shkuar në par vjet dhe vjet përsëri në vizë në Mendon, në festimet të bëhesh në manastir për gërma shqipe, ose shkronjën shqipe dhe bibliotekën e arsimit shqip. I mirënjohje për ata. Unë nuk të flas për librin se foli qoftë Berati, qoftë drejtoria e shkollës, po kështu i themi ne drejtore, po ajo është shkrimtare e poete, po ne përdorim atë fjalorin tonë të zakonshëm, qoftë edhe zemrita që gjeti ato pjesët. Nuk di çfarë të them, po një falënderi shumë i madh për të gjithë juve. Për të gjithë juve që kanë shkuar kohë. Atë vajzën do të desha ta posja në balë, se na kujtoi
këngën e Adem Jasharit, këtu e 20 e ca vjet të shkuar. Orime dhe të zonë zemra. Ju faleminderit të gjithëve dhe mirë u takoshim në takimet të tjera. Po jo të më të në prezent, po edhe në Durrësin tonë. Berati ka ardhur disa herë, po edhe të tjerë autorë që mund të vinë atje, i mirë presë. Ju faleminderit.